Edhe pse Juda e ka shit Krishtin për 30 ciklet argjenta, edhe pse e ka trautu, prapse prap Krishti nuk nalet të trautia e të problemi që i shkakton Juda. Krishti don me kremtu poshtë. Kja është qendra misterit e jetës së tij. E ka përcen kjo gjë, e te i kalon kjo gjë, fiton me një këtë disfat. Është një shembull i jashtëzakonshëm edhe për ne si do të me vepru përballë të keqes. Edhe i thot nxënësve, shkoni te filani e thoni, te ti du me kremtu poshtë. Krishti nuk nalet te problemi jon, te mkati jon, te keqja që kena bë, por don me kremtu poshtë me ne. Edhe ty, që ndoshta Allah si rrëfye ke rënë atë mkatin e të keqes, Krishti thot, unë te ti du me kremtu poshtë. Me ty du me kremtu poshtë. Jo vetëm. Nuk më intereson çka ki bë, por du me të bë pjesë të kremtimit tëm, të dashnisë teme. A pranon?